Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës ka paraqitur në gjykatën themelore këtu në Prishtinë kërkesën për caktimin e masës së paraburgimit ndaj dy të dyshuarve për veprën penale krime lufte kundër popullsisë civile të pandehurit. Dyshohet se gjatë periudhës së luftës së fundit në Kosovë kanë qenë të përfshirë në veprime që përfshin vrasje, maltretim dhe dëbim të popullsisë civile. Prokuroria Speciale është e përkushtuar që ta hetojë këtë rast dhe t'i zbardhë gjitha rrethanat e tij në përputhje me ligjin dhe standardet më të larta profesionale. Me qëllim të ruajtjes së procedurës hetimore, në këtë fazë nuk mund të ndajmë më shumë informacione. Po ashtu nuk mund të komentojmë procesin që është duke u zhvilluar rreth gërmimeve në komunën e Zubin Potokut. Çdo konfirmim mund të bëhet vetëm pas përfundimit të ekzaminimeve mjekoligjore dhe identifikimit nga institucionet kompetente. Andaj, kolegë të nderuar, ju bëjmë thirrje të gjithëve, publikut, mediave, që të ruhen nga publikimi i çdo informacioni të pakonfirmuar në shenjë respekti ndaj viktimave, identitetit të tyre, familjarëve të tyre dhe të këtij procesi hetimor. Pra këtë proces është duke u udhëhequr Prokuroria Speciale dhe mbetet e përkushtuar që ta hetojë çdo rast të krimeve të luftës, bashkëpunim dhe koordinim të ngushtë me Policinë e Kosovës.